Rreshtet intensive gjatë 24 orëve të fundit kanë shkaktuar një sër problemesh në qarkun e Korçës, duke vënë në veprim strukturat vendore, emergjencat civile dhe institucionet përgjegjëse për menaxhimin e situatës. Sipas raportimeve nga terreni, më shumë se 5 bashki janë përballur me përmbytje lokale, dëmtime të infrastrukturës rrugore dhe rritje të rrezikshme të niveleve ujore në lumenj e rezervuar. Në Bashkinë Pustet, dalja e ujit në segmentin rrugor Lajthiz-Liçena solli vështirësi në qarkullim, por ndërhyrja e ekipeve të shërbimit ka ndihmuar në normalizimin e situatës. Ndërkohë në Pogradec, fshati Gështenjas regjistroi pengeca serioze në kanalizime ku po punohet për orientimin e ujrave të shiut. OSHA raportoi defekte në disa fshatra, përfshirë Slatin, Selihtën dhe Shpellën, me ekipet në terren për rikthimin e energjisë elektrike. Situata paraqitet më problematike në Devol, ku në fshatin Çet është bllokuar qarkullimi mbi ujë për shkak të rrezikshmërisë së shtuar. Ndërkohë në Çangonj, prania e ujit në oborret e dy banesave ka kërkuar ndërhyrje emergjente për largimin e tij. Në Korçë, aksi Denas Lekas rezultoni pakalueshëm pasi prurjet e larta të një proj pa ure bën rrugën të rrezikshme. Voskopoja është një tjetër zonë në vëzhgim pasi ujëmbledhësi lokal ka arritur nivele të larta, por ndërhyrjet me mjetet e rënda po e stabilizojnë situatën. Edhe Kolonja është përballur me sfida të shumta. Rritja e prurjeve në lumin e fshatit Mesiçk ka rrezikuar urën dhe shtyllat e energjisë elektrike. Problemet ngjashme janë raportuar në fshatin Mollas, ndërsa rezervuari i Rotit ka arritur vetëm 30 cm në nivelin maksimal, duke detyruar hapjen e shkarkuesve. Ndërhyrjet janë duke vazhduar në disa fshatra të zonës, ndërsa disa akse rrugore janë pastruar dhe janë kalueshme. ARSH njofton se në akset Malik-Lozhan, Ersek Leskovik dhe Qafaj-Qarrit Ersek, punimet për pastrimin dhe sistemimin e ujrave vijojnë me intensitet. Me gjithë këto probleme, autoritetet konfirmojnë se deri në këto momente nuk ka situata që rrezikojnë jetën e banorëve, por shumë zona mbeten në monitorim të vazhdueshëm për shkak të prurjeve të larta dhe rreshjeve që pritet të vijojnë. Prurjet e lumit Vjosa në fshatin Kashish në Fier kanë arritur në pikën kritike. Sipas banorëve, nga mëngjesi i sotëm deri në mesditë niveli është rritur mbi 1 metër, duke u kthyer në rrezik real për përmbytjen e tokave bujqësore. Me këtë intensitet prurjesh, rreziku për të dalë nga shtrati është tepër i madh, thonë ata, ndërsa theksojnë se një nivel të tillë prurjesh nuk e kanë parë prej 4 vitesh. Ndërkohë fermerët janë duke monitoruar të alarmuar situatën në terren. Ata thonë se Vjosa nëse del nga shtrati është një përbindësh i vërtet. Pas rreshjeve të dendura që prekën territorin e Bashkisë Librazh, dhe ekipet e OSSH-s dhe shërbimet publike të bashkisë kanë ndërhyrë për normalizimin e situatës. Sipas informacioneve zyrtare, energjia elektrike është rikthyer në pjesën më të madhe të zonave të prekura, ndërsa grupet e punës po vijojnë për furnizimin e plot me energji në të gjithë bashkinë. Paralelisht po kryen pastrime dhe zhbllokime të akseve rrugore, ku rreshtet kanë shkaktuar rrëshqitje dherash dhe pengesa në qarkullim, me qëllim rikthimin e lëvizjes normale për banorët. Autoritetet njoftojnë se situata është drejt stabilizimit dhe se po monitorohet nga afër deri në rikthimin e plotë të normalitetit. Ndërkohë, në Sarand ndërpritet furnizimi me ujë. Ujësjellës kanalizime njoftojnë se shkak për ndërprerjen është bërë turbullimi i ujit në burimet e Navaricës dhe të puseve në fushën e Vrionit. Ndërprerja e furnizimit me ujë do të vazhdojë deri në normalizimin e situatës. Ndërkohë në Bashkinë Delvin deri tani rrugët janë bllokuara nga prurjet e shumta. Lumi i Kalasës ka dalë nga shtrati dhe ka filluar duke kryer fushat e fshatrave përreth. Problem shqetësues është edhe lumi i Vrizit në Delvin. 3 shtëpi në Delvin janë përmbytur dhe përrjedhoj është bërë evakuimi i banorëve. Moti i keq ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa qytete të vendit. Edhe në Vlorë, 10 dyqane lokale kanë ulur qepenët. Uji ka hyrë në çdo ndërtesë të mundshme. Bizneset thonë se kjo është mënyra e vetme për të parandaluar dëmet, ndërsa presin me shqetësim zhvillimet e orëve në vijim.